Po, edhe para falësit i përmendën disa nga ato që mund të përfitoj Kosova nga Bashkimi Evropian edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri te dërgimi i FSK-s në misione ndërkombëtare për herë parë në histori. Pra, humbjet janë shumë të mëdha edhe janë të përditshme, edhe qytetarët po e ndjejnë çdo ditë këto humbje. Në aspektin ndërkombëtar, unë mendoj që bota është në ndryshim tepër të madh, tektonik. Edhe mos pozicionimi i Kosovës sakt në këto ndryshime të mëdha gjeopolitike mundën me pozicionu Kosovën tepër në një vend edhe në një pozitë të disfavorshme në raport me Serbinë, që është një armik i përjetshëm i Republikës së Kosovës. Edhe unë mendoj që kjo është edhe një sfidë tepër e madhe. Për ato që unë mendoj që është mendim personal, ka të bëjë edhe me gjykatën speciale. Unë mendoj që kjo gjendje çfarë sot e kemi, pa institucione, pa parlament, dhe ne jemi në fund në 7 muajshin e fundit ku mund të kemi një verdikt të gjykatës speciale e cila mund ta ndryshojë krejtë rrjedhën e historisë të Kosovës, e cila mund të ndryshojë edhe shtetin e Kosovës. Sepse një shtet i cili është ndërtu mbi krimet e luftës, në parim është shtet ilegal. Edhe Serbia e ka të gatshme, do të thotë dosjen që nëse krerët u që këtë shpallën të fajshëm në Hagë, ata do t'i dërgohen, do t'i drejtohen në gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë pikërisht për ta apilu këta. Pra, na ka noset një rrezik tepër i madh, për cilën fatkeqësisht në Kosovë nuk ka fokus, nuk ka pas fokus, sepse është shteti i vetëm në rajon që heronjtë e vet i ka trajtu jo si heronj, po sikur të ishin kriminal, derisa Miloševićin që ka qenë kriminal i dëshmuar, që ka bërë gjenocid në rajon edhe në Ballkan, e kanë trajtu Serbia shteti vet si hero. Dhe pa institucione na nuk mundemi me bë disa gjëra bazë për me kriju parakushte dhe rrethana që me pas një gjë fer edhe të paanshëm, se kjo është kërkesa minimale që e ka Kosova, me ka një gjë fer dhe i paanshëm, sepse që kemi pa tash 4-5 vite, është që mbrojtja e cila përbëhet nga avokat më të mirë në botë, që kanë fituar çdo betejë ndërkombëtare, në Hagë e ka humbur çdo betejë. Edhe nga aspekti logjik shihet që aty janë, do thotë, ka shkeljet masive, edhe në këto rrethana gjykata speciale unë mendoj që e mirëpret, si më thonë, një farë vakumi institucional. Po ashtu, unë isha Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të thotë, janë disa prioritete edhe të SBA-s, po edhe të Bashkimit Evropian, të cilat në këto rrethana nuk munden me ecë. Qysh është për shembull dialogu, qysh është negociatat për antarësim të Kosovës, edhe NATO, edhe në Këshill të Evropës. Të paramendoni, e keni presidentin Zonë Osmani, e cila në çdo takim nëpër botë, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me drejt lobon për antarësim të Kosovës në NATO, mirë po nuk i qeveri. Nuk i qeveri, nuk i parlament që mundën me suportu një iniciativë për antarësim në NATO. Nuk ke qeveri as parlament që mundën me suportu antarësimin e Kosovës në Këshill të Evropës, që na mundson me qenë pjesë e gjykatës Strasburg për drejtat e njerëzit. Pra, është një stagnim total, e cila është deri diku edhe pa kuptim, sepse na, Kosova për herë të parë, prej që është kriju në 2008, po japëm shenja të një shtetit të dështuar. Edhe unë mendoj që kjo është seni më i rrezikshëm, sepse Serbia edhe Rusia në këto 20 vite prej shpallës pavarësisë të Kosovës kanë investuar që Kosova më u shndru në failed state, në shtet të dështuar. Edhe këto janë parashenjat, nëse ti s'ki qeveri, nëse s'ki parlament, nëse nuk ki politikë të jashtme. Paramdo derisa ne sot po flasim, Serbia e ka përplot ambasadat, e ka përplot diplomacinë intakt të lobu kundër pavarësisë Kosovës, kundër Kosovës në përbotë. Dërsa ne kemi ambasadat të paralizume. Do të thotë, vetëm ndaj ambasador që ka ndonjë marrëdhënie personale me ndaj përfaqësues shtetëror ku shërben, mund të krijoj takime. Unë vetë kam qenë diplomat 2014 në kohën kur ka qenë kriza këto institucionale, nuk takon njeri. Edhe tash, unë të garantoj që askush nga ambasadorët, edhe nëse kanë takime, nuk kanë takime substanciale së përmbajtësore, se s'kanë qa me folë.
nuk kanë që me folë. Pra, e kemi një diplomaci që është faktikisht inexistente edhe këti së bëtë vonë. Në vizitën që keni zhvilluar atje, ju kemi pa që përveç disa kongresmenve, keni takuar edhe zotrin Granell. Si shkoj këtë takim, çfarë tha zotri Granell? Po në SBA nuk kam shku me një prioritet që e kam pas edhe para fushatës si gazetar, edhe gjatë fushatës, edhe tash, do thot me bisedu pikërisht për çdo shkelje të drejta njeri që po ndodhen në Hagë. Pra vizita eme ka pas këtë qëllim kryesor, me taku kongresin, me taku përfaqësues shtetëror dhe njerëz me ndikim të administratës Trump për mi shpreh shqetësimet edhe të qytetarëve, edhe të njerëzve këto në Kosovë për shkelje masive drejtave të njerëzit, për shkelje të procedurave, për shkelje të konventave evropiane, e cila nuk lejon që dikush të marrë në paraburgim më shumë se një vit, ata janë të marrë që 5 vite atje. Pra, dhe atje edhe në kongres, po edhe me përfaqësues tjerë shtetëror amerikanë janë shumë të interesuar me mbështet Kosovën në këtë drejtim, ku nëse ka iniciativa që ndërmerren edhe nga parlamenti, edhe nga qeveria e Republikës Kosovës që kanë për qëllim hetimin e shkeljes drejtave të njerëzit, janë të gatshëm që të suportojnë Kosovën, sepse Kosova në këto 5 vite edhe kur është kriju gjykata speciale gjithmonë ka bashkëpunuar me bashkinë ndërkombëtare. Askush nuk është për zhbërje gjykatës speciale, sepse kjo është kundër interesit të Republikës Kosovës. Krerët e UÇK-s e meritojnë një verdikt, po e meritojnë një verdikt fair edhe të pa-anshëm, edhe për me siguru që unë mendoj që ka nevojë për vizitat të tilla. Me zotin Granell ka qenë një takim me që, si më thonë, ka qenë një takim kuadër të saj, ai është informuar edhe kongresmeni Self, edhe Sessions janë të informuar për ngjarjet në Kosovë, edhe për rrjedhën e gjykatës speciale, pra diskutimi më shumë ka qenë i kësaj natyre. Ka qenë i fokusuar, po për te kësaj, a tha zoti Granell do një gjë në lidhje me këtë se çfarë po ndodh në Kosovë për krijim të institucioneve, se kemi pasur shpesh është shumë i interesuar edhe Ciceron? Po ka qenë shumë i zëshëm edhe publik, po si një ish diplomat, si të shkeli territorin, do të thotë jashtë territorit të Republikës Kosovës, unë nuk flas për personalitete mrena Kosovës, po mendoj kur të lë Kosovën, Vjosa Osmani është presidentja jam, nëse Albin Kurti ka qenë kryeministër, atëherë ish bë kryeministër jam, pra edhe nuk kemi fol, edhe në parimisht refuzoj me fol kundër edhe përfaqësuesve politik, edhe përfaqësuesve institucional të Republikës së Kosovës, me që edhe në perëndim një gjë e tillë, kanë bërë njerëz gabime të tilla edhe në të kaluamën edhe nuk e durojnë. Pra, këtë shembullin e keq që ka instalu edhe zoti Kurti sa ka qenë edhe në opozitë, po edhe në qeveri që më ankute edhe të bashkësia ndërkombëtare, nuk e kemi bërë asherë, që nuk ka qenë pjesë e diskutimit.